Mirë se vjen Ori në vija. Se ju gjej, shumë qef. Kishte marrmalli, ë? Të presim ovacione. Të presim ovacione. Na i bënin dikur këtone në mëngjes, ishin kështu kërkesa nga larg shumë. Nuk ju mbanin me hatër në mëngjes. Ne mbas ditës jemi më të zgjuar nga gjumi. Dukeni nga syt, i keni poç syt. Ne kërcënon Jonida me armë, sa herë futemi para. Ore ti. Okej. Ori, si të kam një herë. Shumë mirë. Se mirë ne e dukur të martave. Mirë, dakor, se të martave në ekran sigurisht që është e pamundur mos dukesh mirë, për më tepër në hirin që t'i jep Top Channel kryesisht. Patjetër që kurohemi maksimalisht që të jemi shumë mirë. Por e rëndësishme është që jemi mirë teksa zgjohemi në mëngjes edhe në përditshmërinë edhe në shtëpinë edhe në hallët tona. Si të duk rikthimi në ekran, do të thënë kishte munguar, sepse ekrani është pak si drogë, kështu thon të paktën. Absolutisht por nuk do të thoja që më ka munguar kthimi në ekran, se në një farë mënyrë nuk është se u shkëputa, desha isha prezente në media, duke qenë se politika dhe media nuk ndahen. Megjithatë, Gocat e Gra ishte si oferta e përkryer në momentin e duhur, pra unë s'isha gati për asgjë më shumë dhe ishte tamam si as kthim, as rikthim, asje dhe shumë këndshëm. Në një panel me zonja të tjera të nderuara, me të cilat argëtohemi shumë dhe gjendemi shumë mirë me njëra tjetrën. Kjo është shumë e rëndësishme, ju e dini se media keni kimi, domethënë. Nuk është e lehtë dhe po e shijojmë. Që është shumë mirë, plus që është një herë në javë si impenjim. Po, sot në fakt je në një panel me çuna dhe gra. Varet, unë identifikohem merr pas here ndryshe. Si mace. Kur godas makinën jam femër. Se petën, ë? Si janë Timonti Ori, se është si shumë e ka kap me ne kë. Shumë mirë në Timon. Ashtu dhe. S'ke bërë ndonjëherë ndonjë aksident apo ka ndodhur? Dhe më ka rënë burra. E shikon Anton? Për t'i marrë vëmendje, shiko si është o gra. Që t'ja kohë pas. Hello. Dgjaj, megjithatë, unë mendoj që edhe në Timon burrat e pakujdesshëm dhe të avasht, do thoja në reagim, janë thuaj se kokë më kokë si numra me gratë e pakujdesshme dhe të avashta. Të hutuara, them unë. Prandaj them të avasht, pra që do shumë kohë të vi reagimi deri në zbatim. Që nuk ndezin me të parin me pagaz, duan të dytin me të shtyme. Fiks. Kjo është ideja. Po shikoj orin, domethënë dhe dua të di në vërtet se unë jam edhe te ky sektori tjetër. Cili është sekreti jot? Unë të njoh që në 2010-ën kur 2010-11 që 24 vjeç nuk e njoft. Nuk ke ndryshuar, nuk ke një vizë rrudhe, nuk ke një gram më tepër, nuk e di. Okej, përveç edhe kam thënë gjithmonë. Okej, unë nuk jam hamse, pra nuk jam nga të njerëzit që duhet të sfidoj veten për të rezistuar ushqimet. Pra për mua ushqimi është konsum sepse më duhet, edhe përgjithsisht nëse mendoj që kjo gjëja, kjo supa apo këtë diçka duhet ta konsumoj se më bën mirë, nuk më intereson fare as përshihen, thjesht e konsumoj edhe. Por nuk kam neps, jo, është nuk ka neps, të gjithë njerëzit që njoh. Unë kaloj te furra dhe shtoj 2 kg kur marr. Pikërisht. E kam bërë dhe unë që kam bler bukë se kam djer erën që sapo ka dal nga furra edhe është e parezistueshme. E kam grënë, por nuk jam nepsqare përgjithsisht. Pra konsumoj ushqim krejtësisht normal. Nuk ka ndryshuar fare, domethënë vetëm një gjë që mbase ka ndryshuar janë ngjyrat e flokëve ndër vite. Ngjyrat e flokëve, që kam patur stërtëm që nuk i kam drejtuar. Ka qenë pak. Tani ato nuk janë. Konsiderojnë pastaj trajtohemi her pas here, patjetër që me zhvillimin e teknologjive në të gjitha fushat zhvillohemi dhe ne. Dhe me zhvillimin e Instagramit. Te Instagrami me ne gocat përfitojmë, me thënë drejtën. Shumë trajtime. Jeni me fat, më shumë se ne. Dgjoj, son kam dëgjuar që duan shumë çuna së fundmis. Po kështu ka të tregu shtapur. Ori, patë një rikthim në familjen tënde, le ta quajmë, sepse për shumë vite ke drejtuar programin e mëngjesit, ke ndruar disa partner në ndër vite dhe ne pak më vonë do të bëjmë një për zgjedhje, një countdown list. Partner pune, jemi të qartë se po se edhe nga sektori tjetër nuk është. Kemi bën ndryshime. Kështu që ky rikthim, siç ti po thoje, ishte fiks në momentin e duhur, por a do ishte në momentin e duhur nëse ti do të ishe ende pjesë e politikës? Shiko, Gocat e Gra është një format
që do t'i rrinte dhe një gruaje deputete, se për ndryshe as edhe një angazhim tjetër politikisht nuk është se të cënon, të qenurit me mandat patjetër që ka disa kufizime, por duke që një herë në javë është një çik edhe si opinion bërja, do me thënë ti del në për studio, shpresh ke qëndrime të ndryshme, patjetër që politikisht flet gjithmonë në një krah deri diku, dikush më drejt, dikush më pa drejt, dikush për një interes, dikush për një interes tjetër. Ama nëse do të kisha qenë deputete, jam e sigurt që autorët edhe produksioni Gocat e Gra në Top Channel, nëse do kishin dashur të më kishin mua pjesë panelit, patjetër që do kishin zgjedhur dhe një grua tjetër që t'ishte nga një kamp tjetër dhe do të kishte qenë e balancuar. Më pas madje mund të kishte qenë edhe më interesante se ti do politike dhe dy individ që përqafojnë rryma le të themi apo qëndrimet të kundërta politike, aman që mund të shprehin opinione të njëjta dhe qëndrime të njëjta për sa i takon temave familjare, sociale apo të aktualitetit. Po nëse do ndodhte kjo, nga krau tjetër do doje të kishe bashkë prezantuese aty? Ka shumë zonja, unë me të gjithë, le të themi, kam pasur një komunikim krejtësisht qytetare dhe korrekt. Jo përgjigje diplomatike, pardon my French. Jo, nuk është diplomatike, është ajo e vërteta, do me thënë që unë njoh, tjetër nuk di. Dhe nga të gjitha gratë, po mendoj tani ato që janë disi edhe më kështu hokatare le të themi për të qenë në ekran. Po flas edhe si producente televizionit tani. Mund të them që Blerina Gjylameti do të kishte qenë një emër, Eliza Zbiropali do të kishte qenë një emër. Po rritë niveli deputet, se nëse shkon te niveli më lart patjetër që angazhimi do ta bënte shumë vështirë. Normalisht, po niveli deputet ka dhe disa vajza të reja që janë tani me mandate që do kishin qenë interesante. Ka shumë emra edhe nga PS-ja. Nga PS-ja s'ka dhe shumë përveç meja, Jorita Tabaku. Kaq. Ti dhe Jori, Ti dhe Jori. Andja Ulliri, okay, po edhe ajo s'ka më mandat. Nice. Çfarë të ka mësuar puna në media, në politik, a kanë të përbashkëta? A kanë ndryshime? Dëgjoj, kanë ku duhet të gënjesh më shumë? A ka shkopi në rrota? Kudo, edhe në biznes. Niko e tha, ne jemi takuar që kur unë kam nisur eksperiencën time të parë në biznes, në një qendër tregtare, çfarë bënim atëherë? Dhe me thënë drejtën, ato kanë qenë eksperienca që më ka mësuar më shumë. Pastaj çfarë erdhi më pas, më kalibroi le të themi, ose më bëri shumë më të sofistikuar në mënyrën se si unë pastaj e trajtoj punën në marrëdhënie me publikun, për në marrëdhënie dhe me njerëzit. Ajo që un kam tentuar të bëj dhe se kam vrarë mendjen shumë me thënë të drejtën, ka qenë që të jem ori në sensin që edhe kostumin e politikës, nëse e vesh si xhaket, mos ta vishja si prototipi apo si modeli që kishte qenë. Po tisha po ori, edhe patjetër që kjo do shkaktonte kënaqësi dhe pa kënaqësi, po nuk e kam vrarë shumë mendjen në këtë pikë. Kudo ka sulme, ka shkopi në rrota, kudo, edhe ata që merren me tregti mund të flasin shumë sa kaq. Ose me gara me biçikleta. Po bryla më shumë, kush ka bryla më shumë, cili sektor? Ata që s'kan duar. Dëgjoj, unë mendoj që secili nga ne i bën vend vetes vet në mënyrën që do. Edhe thën kjo patjetër që gjëja e parë që do ja jepja si këshill gjithëve është që të kuptojnë që në çdo ambient ku ti shkon, qoftë ky media, qoftë politik, patjetër që të gjithë do jenë uqër edhe secili do dojë në interes të vetë marrë sa më shumë. Çështja është që ti t'jesh i qartë që ky është ambienti, mos tento të bësh miq aty ku nuk ta kërkon njeri, por trego profesionist dhe bëj punën që caktohet me bë. Pastaj se kë merr me veten kafe dhe kë merr me veten në shtëpi, kjo është një zgjedhje individuale që nuk lidhet me ambientin. Pra, unë nuk i quaj bryla dhe mbezdisin shumë këto budalliqet që dëgjoj lart e poshtë, fakti që ne punojmë në media. Unë jam në media, ti je në media. Të dyja duam një emision. Kapitalizëm motor, secili do bëj luftën e vet për të arritur atë që do. Kështu është dhe në treg për të kapur një cop treg për një produkt. Pra në këto pika ngjan dhe politika me televizionin. Ama problemin politik dhe në media njësoj janë individët që janë aq shumë jo profesional dhe të kompleksuar në paftësitë e veta dhe që krijojnë makinacione uzurpimi të tipit tani do ta them troç. Ta thuash. Budalliqe dashnor liqesh, interesa, okulte,
që të bëjnë ty që të detyrohesh të luash në një terren që nuk të përket. Po. Pra, o me ato kushte ose pastaj të bëhet e vështirë. Megjithatë, ja del. Nëse lufton për thënë, okay, unë deri këtu vi. Këtu e kam Të njofësh limitet. Po. Dhe për mua kështu ka qenë dhe media. Kam patur momente që kam vuajtur pak më shumë, kam punuar ca më shumë, jam mërzitur, kam qarë, e kam përjetuar, kam ndjer sikur ja asnjë s'm do, ja asnjëherë s'm shohin mua. Po ke pas një emision që e ke dashur shumë, por nuk e ke marrë ndonjëherë, sepse gjithë kemi pasur një emision që do donim ta kishim bërë. Në atë 5 vjeçarin tim intensiv, nuk them dot që ka patur një emision që e doja dhe s'ma dhan. Pra unë e kërkova, e punova për atë, jo, e di pse, sepse ndoshta ma bën çik më të futur. Cili emision? Më jepni kaq shumë emisione që ti mos kërkoje një tjetër. Dhe në perceptimin tim ajo ishte në një farë mënyrë sfida që edhe mua më duhej për të rritur, nëse do mbrisja më vonë ku tek show të prime time që janë të mëdha. Bigu s'ka qenë fare në tava së kohë, domethënë ishte shumë kohë që s'ishte, por nëse do kishte qenë ajo periudhë, patjetër që Bigu do kishte qenë qeshja mbi tort i çdo moderatori tani. Si më thënë, unë jam politik që të ngelem në një nivel final. Patjetër që ti në vizionin tënd thua po, un jam e aftë dhe do doja të bëja ndryshimin dhe diferencën në nivelin maksimal. Se si arri deri aty, pastaj kjo përcakton gjithsekënd. Edhe vlerat e gjithë secilit nga ne. Ori, ne do flasim deri në orën 7 bashk, por tani kemi një çik publicitet se i di ti këto orare tona.